Me penelin në dorë dhe një imagjinat të pasur, 9-vjeçaria Esmela Mejdolli po spikat për talentin e saj në pikturë. Ajo ndjek prej disa kohësh kursin e pikturës pranë qendrës kulturore Mihal Grameno, ku po zhvillon aftësitë artistike dhe po jep formë ëndrrës së saj për të bërë një piktore e njohur në të ardhmen. Më pëlqen të pikturoj, sepse më pëlqen të zbuloj gjëra të reja dhe më pëlqen ngjyrat. Mësuesja na ka ndihmuar shumë dhe ne pikturojmë shumë gjëra. Bëjmë vizatime dhe piktura. Piktura e parë që kam bërë ishte një siluet me një mace. Në çdo vizatim dhe pikturë, vogëlushja shpreh botën e saj plot ngjyra, duke eksperimentuar me teknika dhe tema të ndryshme. Dashuria për artin ka lindur që në moshë të vogël, ndërsa sot ajo i kushton një pjesë të madhe të kohës së lirë krijimit të punimeve të reja. Më shpesh pikturoj kafshë dhe peizazhe të bukura. Ishe diku apo janë thjesht imagjinata jote që më pas i hedh në telajo? Mund të shon në imazh ose në imagjinatën time. Në të ardhmen mendon të bëhesh një piktore? Po. Ju keni marrë pjesë në ekspozita. Si e ndjer kur të kam vlerësuar për gjithë ato që ke bërë aty? Unë jam ndjer shumë mirë dhe shumë e emocionuar. Po tani çfarë je duke pikturuar? Unë jam duke pikturuar një peizazh me një det. Për 9-vjeçaren, piktura nuk është vetëm një pasion, por dhe një ëndër për të ardhmen. Ajo shpreson që një ditë të hape ekspozitat e saj personale dhe të bëhet një emër i njohur në botën e artit, duke dëshmuar se talenti, kur ushqehet me punë dhe përkushtim, mund të shndrohet në një rrugë suksesi.